Dim ne kuptimin e fjalës i varfër në Shqip, përveç asaj që ka fjaloj? Ja, na i shpjego pak. Se ne e kemi... Po ka dy varfëri, relative dhe absolute. Nga momenti që Erioni më ftoi, fillova vrisja mendjen dhe u përpoqa që ta zgjidhja me këtë teorinë e embriomorfemave të agrondalipajt, dhe arrita të kuptoj që varferi, se eja nuk ka qenë ilirishtën e vjetër, eja ka qenë, varferi do më thënë, je i varur të ferri. Wow. Ndërkohë që ja thash edhe Dalipaj ma pranoj këtë, po thash i tha, unë kam një teori tjetër, tha. Po. është se fëja me... Se këta të pasurit janë të paru nga parajsa? Jo, shiko, fjallet në Shqipen e vjetër reflektojnë atë kuptimin funksional që kanë. Po pra të pasurit vare nga parajsa? I varfri, varet duhet parë. Po jo... Ta bësh emisionin do t'a gjim. Po jo, mirë, flasim dhe për të pasurit, flasim vetëm për të varfrit. Dhe Dalipaj më tha një gjë interesante, tha, është ai që është i varur në fjet perit, varf peri. Se është si fshem. Më thënë ndryshon fëja me pën. Shumë e bukur dhe kjo. Pra, me zgjidhën problemin. Po, ti e do të thënë ish perin, mbaron punë. Put perin dhe shpëton nga varfëria. Duhet të jesh shumë i kujdes. Dajo. Pastaj shiko se i varfri është varet në fjet perit, po nuk është fukaraj fare, se fukaraj pastaj është kukara, ku s'ka më fare.